qysh ki drejtin nxënësave tjerë, me ja shkurtu kohën, në qoftë ajo edhe 1 minutë, nuk i drejt. A bëhet një ngarkesë vendërkjarë ose ta shkurton pushimin? Për shkak se është kompetencë e drejtorisë komunale të arsimit, edhe drejtorive komunale të arsimit caktuhet pauza ose... Po jo më shkurtu, për arsye të një komunitetit caktuar. Nuk mund është se ti interferon direkt në të drejtat e besimtarëve të tjerë. Kështu që shkolla duhet jetë neutral, komuna duhet jetë neutrale. Është me interes që procesi edukativ arsimor, ora arsimore prej 45 minutave tjetë siguruar, e drejta e mësimdhënësve të mos shkelet, në rastin konkret nuk mendojmë që janë shkelë të drejtat, për shkak se pëndhënësi e ka me kompetencë ligjore caktimin e orës, caktimin e pauzave dhe caktime tjera në kuadër të procesit të punës në arsim. Do të reagonit ju së bashku nëse do rriteshin orët? Po pa tjetër, për shkak se ne jemi të thirrur edhe të themeluar me ligjin për organizim sindikal dhe ligje tjera që mbështesin organizimin sindikal, që të mbrojmë të drejtat e punëtorëve në sistemin e arsimit. Edhe rritja e orëve të mësimit është në kuadër të shkeljes së drejtave, e ceka fillimisht që në moment që nuk rritet ose nuk shkelet interesi i mësimdhënësve dhe i punëtorëve tjerë në sistemin edukativ arsimor në kulturë dhe shkencë, ne nuk reagojmë për shkak se nuk kemi ndonjë momentin që për shtatë orarin mësimor, për një arsye, domethënë një diçka që është muaj Ramazanit, atëherë lutem këto çka kemi diskutuar më shumë. Prap mendoj